Përshëndetje, si shikoni ndodhemi në Bletarin Muskaj. Jemi duke u përgatitur bashkë me disa miqtë e mi nga disa rrethe për të marrë dhe eksperiencën e tyre që bletët të dimërojnë në kushte sa më të mira. Sezoni i vitit 2024-2025, sepse bletaria fillon që në gushtën e vitit kaluar, ka qenë një sezon më premtues sepse viti kaluar ka qenë nga sezonet më të vështira për bletarin. Po falë kushteve atmosferike të cilat kanë ndryshuar si vjet, kanë qenë më të mira dhe prodhimi i mjaltit në zonën e jugut ka qenë shumë i madh në krahasim me shumë vite të tjera përpara. Sezoni në cilin ne po bëjmë mbylljen e bletëve është sezon i mirë sepse ka kullot dhe është mirë dhe bletët neve po i trajtojmë në këtë periudhë, u bëj thirrje gjithë bletarëve që të trajtojnë dhe të bëjnë kujdes nga dy sëmundje të cilat i prekin bletët në këtë sezon, siç janë varatoza ose morri bletët në gjuhën popullore dhe sëmundja e anozemës. Në treg sot qarkullojnë shumë preparate, u bëj thirrje gjithë bletarëve të jenë të kujdesshëm, të këshillohen me një mjek veteriner i cili është specialist, sepse siç e kam thënë edhe një herë tjetër, ne sot ndeshemi me shumë preparate të cilat nuk janë të licencuara nga Bashkimi Evropian dhe ne na penalizojmë që mos jemi pjesë e sistemit të Bashkimit Evropian për tregtimin e mjaltit, që ne na penalizon shumë sepse nuk i hym dot në treg dhe i bëj dhe thirrje qeverisë shqiptare dhe i uroj punë të mbarë ministrit të ri që të mos shikoj vetëm serat, në cilët të prodhohen domate, perime, po të shikoj dhe bletarin, sepse pa bletari në rruzën toksor, siç e kanë thënë shkencëtarët, nuk do të ketë jetë më shumë se 4 vjet. Do të dini mirë që bletaria është një udhëzues i pemtarisë, i bujqësisë dhe pa bletari neve nuk kemi këto prodhime që kemi sot. Do të falenderojmë që të jepen disa grande të cilat ne na shtym përpara për të pasur një bletari siç e ka Bashkimi Evropian, që edhe ne të jemi në tregun e Bashkimit Evropian, të cilët, siç e kanë theksuar, pretendojmë që në 2030 të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Por pa blet ne edhe nuk mund të shkojmë në Bashkimin Evropian sepse kjo është një jetë, është një frymarrje, është një impuls për gjithë komunitetin, sepse mjalti është diçka e rrallë, është një ilaç, por bleta nuk prodhon vetëm mjaltin, bën polinizimin e luleve, ka qumshin e bletës shumë të rëndësishëm për njerëzit, ka propolisin që është një nga antibiotikët shumë të rëndësishëm të cilët njerëzit u nevojitet. Ju unë falenderoj që ju jeni në Bletarin në Muskaj, sepse ne përpiqemi që të kemi dhe bashkëpunim me bletar nga Kosova, nga viset nga Maqedonia e Veriut, nga treva shqiptare të Preshevës, Bujanovësit, sepse nëpërmjet këtyre ne mund të arrijmë një rezultat shumë pozitiv. Siç e tham, kemi ardhur sot për të bërë, jemi në fazën përgatitore për dimërimin e bletëve. Jemi te Bletari Muskaj, këtu në Fier. Kolegu jon Adashi im është një nga bletarët më pasionant dhe që ka shumë vlera në bletari. Sot kemi ardhur, unë jam nga Tepelena, një miku im prapë është nga Gjirokastra, jemi një grup i madh bletarësh dhe bashkëpunojmë, konkludojmë me njëri tjetrin, marrim mendime e shkëmbejmë mendime. Gjendjen e kemi shumë të mirë sepse këtu jemi dhe në kullot të mirë dhe në gjërat. Ferdinandi ka shumë merita për organizimin dhe ka merita sepse na mbledh të gjithë për të dhënë neve mendimet tona, ata mendimet e tyre. Çfarë po bëni sot? Sot pikërisht po shikojmë domethënë dimërim përgatitemi për dimërimin e bletëve, sepse bleta në dimër ka nevojë për tjetër funksion, që të dalin nga që të vinë në pranverë, që të kemi një prodhimtari dhe një koloni sa më të fortë dhe sa më të mirë, domethënë qoftë në koloni të bletëve dhe për prodhimtarin, që bëhemi gati domethënë për vitin tjetër, për pranverën e ardhshme. Atëherë si ka qenë ky sezon? Ky sezon vërtet ishte shumë vap, ka bërë shumë vap, ekstrem e vapës, por ne ja kemi dalë me punë dilet. Me punë, bleta kërkon punë dhe do punë në momentin që do ajo, jo kur do ti. E përgjithshme është mirë, pozitive, për flasim për bletarët, kemi bërë dhe kurimin për varon edhe për... Jemi mirë domethënë si vjetë. Aktualisht çfarë po bëni sot? Sot aktualisht po bëjmë domethënë përgatitjen për dimërimin e bletëve, që të dalin sa më të shëndosha dhe sa më të forta në koloni.